Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 15, vëllezër, dhe do të lexojmë nga vargu 7. Fjala e Perëndisë, vëllezër, nga ti Zotit na është dhe ne i drejtohet besimtarëve. Fjala e Perëndisë nuk është për botën, motra dhe vëllezër, aleluja. Për botën, motra dhe vëllezër, aleluja, është Krishti, dhe ne në botë duhet të shfaqim Krishtin që punon brenda nesh. Nëse për ne, motra dhe vëllezër, këtu është fjala e Perëndisë, që ne të forcohemi, motra dhe vëllezër, aleluja, në fjalën e Perëndisë të ecim, ashtu siç Zoti do, motra dhe vëllezër. Ne falenderojmë Perëndin. Do të lexoj nga vargu 7, shohim motra dhe vëllezër se çfarë Zoti do të na japë sot. Në qoftë se qëndroni në mua, dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Në këtë është përlëvduar ati im që të jepni shumë fryt, dhe kështu do të jeni dishepujt e mi. Sikur se ati më ka dashur mua, ashtu edhe unë ju kam dashur juve, qëndroni në dashurinë time. Po të zbatoni urdhrimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time. Sikur se unë i zbatova urdhrimet e atit tim dhe qëndroj në dashurinë e tij. Këto gjëra ju a kam thënë që gëzimi im të qëndroj në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Ky është urdhërimi im ta doni njëri tjetër, ashtu si unë ju kam dashur juve. Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo t'i japë jetën e vet për miqtë e tij. Ju jeni miqtë e mi nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj. Amin. Fjala e Perëndisë tash, motra dhe vëllezër, aleluja, ju është dhënë besimtarëve si një pasqyrë që besimtari, motra dhe vëllezër, aleluja, kontrollon vazhdimisht ecurinë e tij në marrëdhënie me Perëndin. Duke parë në fjalën e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, shohim veten tonë. Duhet të kuptojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, që ai që ka pranuar Krishtin, Zoti ka vepruar në të me fuqi, e ka çliruar nga mëkati dhe është bërë një krijesë e re. Duhet ta shohim, motra dhe vëllezër, gjithmonë në fjalën e Perëndisë veten tonë, jam krijesë e re që u ndiqem nga fjala e Perëndisë. Qëndroj në fjalën e Perëndisë, vëllezër, apo shkoj në kishë, lexoj fjalën dhe jeta ime nuk tregon, motra dhe vëllezër, aleluja, që unë jam i krishterë. Nga se do të na dallojnë ne, e pyetëm Jezus Krishtin, që jemi të tutë. Dhe Zoti i tha, nga veprat tuaja, nga ato që ka ju bëni, jo nga ato që ne themi, motra dhe vëllezër. Ne duhet të jemi bërës të fjalës të Perëndisë. Fjala e Perëndisë të zgjedhurit, motra dhe vëllezër, aleluja, i rrit, i forcon, nuk i rrit në mish, motra dhe vëllezër, i rrit në frymë, i forcon në frymë, vëllezër, aleluja, si njerëz të rilindur, si krijesa të reja,
që nuk ka në ngjashmëri, motra dhe vëllezër, aleluja, me jetën e mëparshme. Janë krijesa të reja, Nikodem. Nëse një njeri nuk ka rilindur, nuk ka lindur për herë të dytë, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë. Për këtë bëhet fjalë, motra dhe vëllezër, aleluja, Jezus Krishti i drejtohet Nikodemit që të kuptoje gjithë qëllimin, motra dhe vëllezër, aleluja, të Perëndisë. Dhe qëllimi i Perëndisë është Zoti, motra dhe vëllezër, nëpërmjet këtij flijimi, Perëndia nëpërmjet këtij flijimi, Jezus Krishti në kryq, çfarë të bëje? Të bëje krijesë të re, motra dhe vëllezër, aleluja. Si mundet të ndodhë një gjë e tillë, jo nga ju të Zoti, por Zoti do të veprojë në ne për të na bërë krijesa të reja. Dhe këtu thot fjala, në qoftë se qëndroni në mua, dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju. Në qoftë se qëndroni në mua, nëse themi jemi të Zotit, motra dhe vëllezër, e dua Zotin, qëndrojnë në Zot, dhe fjala e Perëndisë qëndron në mua, çfarë do të motra dhe vëllezër? Kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Kur fjala e Perëndisë qëndron në mua, dhe unë jam i çliruar, motra dhe vëllezër, si një krijesë e re, që do të thotë i vdekur në mish, motra dhe vëllezër. Sepse kjo ndodh kur njeriu pranon Krishtin. Çfarë ndodh? Vullneti yt të bëhet në jetën time. Ja kam dhënë zemrën time Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Ju flasim shpesh shumë njerëz që na rrethojnë të afërmëve tanë. Dhe çfarë thonë? Shumë bukur është, por nuk janë gati, motra dhe vëllezër, aleluja, që të vinë ta pranojnë Krishtin. Sepse zemrën e tyre, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk ja japin Zotit gjithçka. Zoti thot, ma jep zemrën bija ime biri. Ma jep zemrën. Dhe nuk ja japin, po çfarë? Në zemrën e tyre ka dhe dëshira të tjera. Dhe nuk mundet t'i jepet zemra Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, duke patur dhe dëshira të tjera. Zoti thot, ma jep zemrën që unë ta pastroj. Një motra dhe vëllezër, aleluja, Zoti i kishte treguar që nuk di nëse ja u kanë treguar apo jo. Kishte futur dorën në gjoksin e saj dhe kishte marrë zemrën e saj, motra dhe vëllezër, dhe i tregoi që zemra e saj ishte vetëm me gjamba, e mbushur plot. Dhe Zoti e mori atë zemër dhe i hoqi të gjitha gjambat që kishte zemra. Dhe çfarë bëri? I vuri një mburoj zemrës dhe pastaj e vuri në vendin e vet. Që do të thotë, këtë vepër bën Zoti. Ja japim zemrën Zotit, jo se është e pastër, e pastron Zoti zemrën tonë, heq çdo gjë nga zemra jonë, na çliron, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe pastaj e vendos në ne. Dhe kjo zemër i përket Zotit. Dhe kur i përket Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, një krijesë tjetër, një zemër tjetër, thotë amin, Zot, vullneti ju të bëhet. Ty të përkas, Zot, aleluja. Ka shumë njerëz që e duan Zotin, por nuk mund t'ja japin zemrën, motra dhe vëllezër, aleluja, sepse kanë në zemrën e tyre ëndra, dëshira, këtë, do bëj atë, dhe Zoti thotë, ma jep zemrën bija ime, dhe gjithçka Zoti do të na japë ato që ne kemi nevojë si bijë të Perëndisë. Jo si njerëz, motra dhe vëllezër, si gjithë të tjerë. Si bijë të Perëndisë, Zoti do të na bëjë dritën në këtë botë, që njerëzit të gjithë të shohin një krijesë të re. Jo Andrean që ishte në fillim, motra dhe vëllezër. Shumë e njohin Andrean, motra dhe vëllezër, aleluja, si ishte në fillim. Por duhet të shohin këtë ndryshim tani,
Çfarë ka bërë Zoti tani motra dhe vëllezër, aleluja? Nuk është me ai që ishte. Nuk është me ai në atë shoqërinë që ishte më përpara motra dhe vëllezër. Nuk bën më gjërat që bënte më përpara. Është një ndryshim shumë i madh motra dhe vëllezër, aleluja. Këtë vepër nuk e ka bërë Andrea, po e ka bërë Zoti motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Dhe bie në sy në shoqëri, në familje, kudo që ti jetë, kjo krijesë motra dhe vëllezër bie në sy, është një krijesë e re. Dhe Zoti thot tani, kësaj krijesë të re, kësaj zemre që i është përkushtuar Zotit motra dhe vëllezër, dhe thotë, në qoftë se qëndroni në mua, dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, që do thotë çdo fjalë qëndron në mua. Çdo fjalë që thotë Perëndia nuk kundërshtohet motra dhe vëllezër, nuk e kundërshton dot një zemër që është i përket Zotit të thotë nuk më përshtatet, nuk është kështu, justifikim gjithçka motra dhe vëllezër. Nuk është kështu motra dhe vëllezër. Ajo zemër që i është dhënë Zotit ka rënë në dashuri. Dhe ai që ka rënë në dashuri, për hir të kësaj dashurie motra dhe vëllezër, që nuk do ta humbë, sepse është një thesar që ka gjetur, thot amin Zot, vullneti të bëjë. Pse vishesh kështu? Sepse dua t'i pëlqej Perëndisë, më pëlqen Zoti motra dhe vëllezër. Pse sillesh kështu? Sepse dua t'i pëlqej Perëndisë, kam zgjedhur dikë tjetër. Dhe për shkak të emrit tim, thot Zoti, ju do fyeni, ju do shajni. Ju do përdiqeni, do futeni në burg, thotë Zoti. Kështu bëjnë edhe me mua, motra dhe vëllezër, aleluja. Kështu do të bëjnë edhe me ju. Me kë do të bëjnë, motra? Me ata që duan t'i ngjasin Jezus Krishtin. Me ata që janë të ngjashëm me birin e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe fjalët e mia qëndrojnë në ju, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëhet. Çfarë kërkon motra dhe vëllezër, aleluja? Kjo krijesë e Perëndisë. Unë zbatoj urdhrimet e Atit tim, tha Jezus Krishti. Dhe dashuria e Atit tim qëndron në mua. Edhe ne motra dhe vëllezër, zbatojmë urdhrimet e Atit tonë. Fjala e Perëndisë, motra dhe vëllezër, nëse qëndron në mua, dashuria e Perëndisë është në mua, kërkoni çfarë të doni dhe do t'ju bëj. Çfarë do të kërkojë një krijesë motra dhe vëllezër që nuk i përket më Egjiptit, një krijesë që nuk i përket më kësaj bote, kërkoni në radhë të parë mbretërinë e qiellit. Zot të bëhet vullneti yt si në qiell dhe në jetën tonë dhe në tokë. Vullneti i Perëndisë të bëhet si në qiell, ku janë nënshtruar gjithçka, motra dhe vëllezër, aleluja, ku adhurohet emri i Perëndisë, kështu dhe në ne të adhurohet vetëm emri i Perëndisë. Adhurim, motra dhe vëllezër, nuk është këngë. Adhurim është flijim. Unë adhuroj emrin e Atit tim, tha Jezus Krishti, dhe erdhi, motra dhe vëllezër, aleluja, flijim për të shpëtuar atë që Perëndia e deshi aq shumë. Njeriu, motra dhe vëllezër, larg i Perëndisë. Në këtë është përlëvduar Ati im, që të jepni shumë fryt, dhe kështu do të jeni dishepujt e mi. Përlëvdohet Ati, motra dhe vëllezër, në këtë, në bindjen tonë në fjalën e Perëndisë. Nëse ne vërtet i bindemi fjalës të Perëndisë, motra dhe vëllezër, përlëvdohet emri i Atit tonë që të japim shumë fryt. Cili është fryti? Vëllezër, aleluja. Fryti i frymës të Perëndisë që banon në ne, unë do t'ju jap nga fryma ime, thotë Zoti. Dhe fryti i frymës të Perëndisë, të gjithë e dimë, motra dhe vëllezër, aleluja, është dashuria, është durimi, vetë kontrolli, mirësia, lavdi Perëndisë, vëllezër. Të gjitha këto janë fryt i një njeriu që ka rilindur, i një njeriu që i përket Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Nga frytet do t'i dalloni që janë të mirë. Shumë thëlesin emrin tim, thotë Zoti. Jo të gjithë, motra dhe vëllezër, aleluja, thotë Zoti, do hynë në mbretërinë e Perëndisë.
Në mbretërinë e Perëndisë do të hyjnë të gjithë ata që qëndrojnë në fjalën e Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Turma e ndjekin vërtet Jezus Krishtin, vëllezër, aleluja. Por pak janë ata që marrin nga Jezus Krishti. Pak janë ata që i njohin vërtet Jezus Krishtin, motra dhe vëllezër. Turmave ju fliste Jezus Krishti. Po pak ishin ata, motra dhe vëllezër, aleluja, që shihnin fuqinë e Perëndisë dhe thoshin, kush është ky që dhe era dhe deti i binde? Për të njohur kush është ai që na drejton, motra dhe vëllezër, aleluja, qëndrojmë në fjalën e Perëndisë dhe Zoti vjen dhe na shfaqet të gjitha. Sikur se Ati më ka dashur mua, ashtu dhe unë ju kam dashur juve, qëndroni në dashurinë time. Ashtu si Ati më ka dashur mua, thotë, Perëndia dërgoi Jezus Krishtin për një vepër. Nuk ishte dashuria e Perëndisë që e dërgoi. Ashtu si Ati më ka dashur mua, thotë, dhe unë zbatova gjithçka, jo nga vetja, nga ato që më thoshte Ati im, ato ju flas dhe juve. Ashtu si më ka dashur ai mua, edhe unë ju dua juve, thotë. Për çfarë jemi thirrur, vëllezër, ne të gjithë? Për një vepër. Cila është vepra e gjithë secilit nga ne? Nuk është një vepër në kishë, motra dhe vëllezër, e një person. Vepra në kishë është e të gjithëve, motra dhe vëllezër. Të gjithë kanë një funksion, motra dhe vëllezër, që janë në kishë. I ka sjell Zoti, nuk i kemi sjell ne për të mbushur kishën. I ka sjell Zoti, motra dhe vëllezër, dhe secili nga vëllezërit ka një dhunti që është e domosdoshme në një bashkësi, motra dhe vëllezër. Nuk mund të përçmohet dikush që nuk duket se ka dhunti, motra dhe vëllezër, aleluja. Ky s'ka dhunti, ky është profet, ky është mësues. Jo, motra dhe vëllezër, të gjithë gjymtyrë në një trup janë të domosdoshme. Nuk mund të themi njëri bën dhe njëri s'bën. Nuk mund të themi unë s'jam ky, po nuk mundet, motra dhe vëllezër. Zoti ka sjell dhe ne duhet ta çmojmë çdo gjymtyrë në këtë trup që jemi të gjithë së bashku. Ashtu si Ati më ka dashur mua, ashtu dhe unë ju kam dashur juve, qëndroni në dashurinë time. Qëndroni në këtë dashuri. Kur qëndrojmë ne në dashurinë e Zotit tonë? Nëse më doni mua, zbatoni fjalën time, thotë Zoti. Atëherë ne qëndrojmë në dashurinë e Zotit. Po të zbatoni urdhrimet e mia, do të qëndroni në dashurinë time. Si të qëndroj në dashurinë e Perëndisë? Po të zbatoni urdhrimet e mia, ato që unë ju urdhëroj, ju thotë, motra dhe vëllezër, do të qëndroni në dashurinë time. Sikur se unë i zbatova urdhrimet e Atit tim dhe qëndroj në dashurinë e tij. Është e njëjta gjë, thotë motra, sikur se unë zbatova gjithçka nga Ati im, erdha, bëri një vepër, motra dhe vëllezër, dhe shkoi përsëri tek Ati. Edhe ne jemi thirrur që Zoti të bëjë një vepër në ne, motra dhe vëllezër, dhe të shkojmë në Ati ynë. E njëjta gjë është, vëllezër, pse? Sepse nuk i përkasim me mishi. Jemi, motra dhe vëllezër, të rilindur, si tham pak më përpara, krijesa të tjera, popull i Perëndisë, popull i zgjedhur nga Perëndia, Zoti na zgjodhi pikërisht për të bërë një vepër, motra dhe vëllezër. Kështu duhet ta shikojë gjithë secili jetën e tij personale. Jo do t'i lutemi Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, si të jetojmë më mirë, si të jemi, jo, si të bëhet vullneti i Perëndisë në ne, motra dhe vëllezër. Cili është vullneti yt, Zot, aleluja? Sepse na ka thirrur për një vepër që do të bëjë Zoti në gjithë secilin nga ne. Dhe duhet të dimë cila është vepra ime, Zot. Çfarë duhet që unë të bëj, Zot? Një marrëdhënie të tillë duhet
të kemi gjithë secili me Zotin. Dhe vetë fryma e shenjtë do të na udhëzojë dhe do të na drejtojë për të bërë vullnetin e Perëndisë nëse jemi të gatshëm. Ti themi Zotit, ja shërbëtori përdorëm Zot. Ja shërbëtoria jote Zot, para teje jam Zot, më drejto Zot, haleluja. Këto gjëra ju kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Gjoni me vëmendje si thotë Zoti, që të kesh gëzim në zemrën tënde, thotë Zoti, të gjitha këto gjëra unë ju kam thënë juve. Që gëzimi juaj të jetë i plotë, që të gëzojni në çdo situatë që të ndodheni. Të keni gëzim. Si mund të kemi gëzim vëlla kur tjetri të godet? Si mund të kemi gëzim kur tjetri të fyen, motra dhe vëllezër, aleluja? Dhe Zoti thotë, shkojnë, këto gjëra ju kam thënë, që gëzimi im të qëndrojë në ju. Që unë të gëzohem, motra dhe vëllezër, me ju, dhe gëzimi juaj të jetë i plot. Pse? Sepse kemi kuptuar vullnetin e Perëndisë. Zoti thotë, këto gjëra bën me mua, do t'i bëjnë edhe me ju. Pse shqetësohesh sepse të fyen? Pse shqetësohesh sepse thanë diçka që nuk është e vërtetë? Çfarë nuk thanë për Jezus Krishtin? Ka demon? Mundet motra dhe vëllezër, aleluja, Jezus Krishtin ti thoshin ka demon. Cila është arsyeja, motra dhe vëllezër? Sepse ushqeu 5.000 bura me 3 buka? Cila është arsyeja sepse doli Lazari prej 4 ditësh i vdekur, motra dhe vëllezër, dhe u ringjall? Ky është urdhërimi im. Doni njëri tjetrin ashtu si unë ju kam dashur juve. Ta doni njëri tjetrin ashtu si unë ju kam dashur juve. Dhe lind pyetja, vëllezër, aleluja. Ne shkojmë tek Perëndia dhe flas për veten time, vete gjithmonë i kërkoj të falur, motra dhe vëllezër, aleluja. Pse? Sepse gaboj. Dhe i them, falë o Zot mua, më drejto o Zot, ti Zot, gaboj. Dhe ai na përqafon. Dhe ai na mbush me frymë të shenjtë dhe na jep gëzim, motra dhe vëllezër. Po njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, aleluja. Kur gabon me ne, kur na fyen ose kur na thot diçka, a nuk duhet ta përqafojmë? Nuk duhet për këtë vetë fjalë. Të duam njëri tjetrin. Të respektojmë njëri tjetrin kur na do. Këtë bën bota, thot jashtë. Ai që të do, edhe ti e do, nuk ka ndonjë ndryshim që të thuash jam bir i Perëndisë, i zgjedhur nga Perëndia, i krishterë. Nuk ka ndonjë ndryshim, motra dhe vëllezër. Por kur tjetri të fyen, të bën një padrejtësi, motra dhe vëllezër, aleluja. Çfarë bën me Jezus Krishtin? E fyen, e shanë, e kushdua. Dhe Zoti thoshte, falje atë, sepse nuk din ç'bën. Dhe për këta, unë po të flijohem që të shpëtohen. Ashtu si unë ju kam dashur juve, ashtu dhe ju thot ta doni njëri tjetrin. Me njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, do të provojmë. Për çfarë? Për dashurinë që ne kemi. Po më fyu, vëlla, më tha një gjë që nuk mundeshe. Ne se duroj dot. Kjo është për ty, motra. Aleluja, vëlla, që ti të shohësh ke vdekur. E duron fyerjen. Nëse e duron fyerjen, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk ekziston mishi, nuk ekzistojnë ndjenja. A ju të ma bëj, po çfarë s'kam bërë unë për atë, po unë për atë, shumë gjëra, motra dhe vëllezër. Dhe këto janë vetëm për ne. Nuk janë për vllajin që më fyo apo më tha diçka. Është për mua që të kuptoj deri në ç'nivel nivel jam, motra dhe vëllezër. Deri ku jam i krishter? Çfarë ka bërë Zoti në jetën time? Çfarë ka mësuar deri tani unë, motra dhe vëllezër? 20 vjet që vi dhe adhuroj Perëndinë. Çfarë kam bërë? Kur unë fyem, motra dhe vëllezër, aleluja. A nuk bëjmë kështu jashtë, thotë Zoti? Ç'vlerë ka, motra dhe vëllezër, aleluja, që themi jemi të krishterë? Dhe ne nuk kemi durim. Dhe ne nuk lutemi, motra dhe vëllezër, aleluja. E vetëm që duhet të bëjë njeriu
kur e shikon vllajin apo motrën që vjen të kyen, motra dhe vëllezër, aleluja, duhet të shkojmë në lutje. Dhe nëse ai vlla apo motër ka një problem dhe nuk të kushtoj rëndësi, nuk të dha dorë, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse ai nuk e bëri për ty. Ai e bëri sepse ka dhimbje për veten e vet. Diçka po kalon. A nuk duhet t'i qajmë edhe me për ata? Duhet t'a gjykojmë, motra dhe vëllezër, një vlla, pse ndodhi kjo? Shkon në Zot. Ti që ke një marrëdhënie të mirë me Perëndin, falenderoj Perëndin dhe thuaj Zot, motrën dua Zot, lutem. Kalon vështirë Zot, qani me ata që qajnë. Nëse motra ka vështirë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk është për të gjykuar, po është për të shkuar tek Perëndia dhe për t'i dhënë krah, motra dhe vëllezër, aleluja. Për t'i qëndruar pranë, për t'i thënë unë jam me ty, unë ndjej dhimbje ashtu siç ndjen ti. Kur një gjymtyr vuan, thotë Zoti, motra dhe vëllezër, a nuk vuan i gjithë trupi? Kur dikush s'është mirë midis nesh, motra dhe vëllezër, a nuk ndjejmë të gjithë të njëjtën gjë, dhimbje? Pse s'është vllai sot? Pse s'është motra sot? Çfarë ka ndodhur? Dhe ky është shqetësimi i gjithë trupit, i gjithë kishës, motra dhe vëllezër, aleluja. Vlla, je mirë. Pyet vetëm motra dhe vëllezër, je mirë. Jo pse serve, je mirë. Ka një problem, ka diçka, mundet s'është serioze, motra dhe vëllezër, aleluja, lavdëro Perëndin. Qëndroj pranë vllajt dhe motrës, motra dhe vëllezër, aleluja. Ta doni njëri tjetrin si unë ju kam dashur juve. Zoti na desh ne, motra dhe vëllezër, aleluja, kur ne thoshim të kryqëzohet. Zoti na ka dashur ne, motra dhe vëllezër, kur ne nuk e njihni, dhe ai për ne erdhi dhe u kryqëzua. Kjo është dashuria e Perëndis. U flijua, edhe ne duhet ta duam njëri tjetrin me të njëjtën dashuri. Vetëm atëherë, motra dhe vëllezër, aleluja, na bën të veçantë bashkësinë tonë në krahasim me të gjithë të tjerët, në dashurinë që kemi për njëri tjetrin. Nëse e çmojmë vërtet njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, kjo është e veçantë e një kishe. Dhe kjo është kisha që do Zoti. Ata ishin bashkë. Çdo gjë e kishin të bashkë. Adhuronin Perëndinë si një familje, 3000 veta. Në një ditë u shpëtuan, motra dhe vëllezër. Dhe kishin një frymë. Ata që nuk kishin një frymë, motra dhe vëllezër, aleluja, binin të vdekur. Nuk mund të qëndronin në një bashkësi të tillë ku fryma e Perëndisë drejtonte gjithçka. Prandaj duhet, vëllezër, aleluja, sa më afër me njëri tjetrin. Të lavdërojmë, motra, Perëndinë për vllajin që më ka dhënë, për motrën që më ka dhënë. Lavdi Perëndisë. Me probleme, të gjithë kanë probleme. Të gjithë, motra dhe vëllezër, asnjëri nuk është pa probleme. Zoti ne, motra dhe vëllezër, aleluja, erdhi në shpëtimin të gjithëve dhe na mëson të rritemi ashtu siç do Perëndia me fjalën e Perëndisë. Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të japë jetën e vet për miqtë e tij. Dashuria më e madhe është të japësh jetën për vëllezërit, për miqtë e tij. Të flijohesh, motra dhe vëllezër, aleluja. Dishepujt që ishin me Jezus Krishtin, si mendoni, motra dhe vëllezër, aleluja, ishin të përsosur? Gjatë tërkohës, motra dhe vëllezër, aleluja, shëntëroheshin në marrëdhënie me Perëndin. Është një rrugë jeta jonë, motra dhe vëllezër, shëntërimi. Gjithmonë i shenjtë të Zotit të vazhdojnë të shëntërohen, që do të thotë nuk mbaron shëntëria e një njeriu. Dhe shëntëria jonë është, motra dhe vëllezër, aleluja, me njëri tjetrin. Është vënë afër, motra, vllai, për mua që unë të shëntëroj. Në çdo situatë, motra dhe vëllezër. Ashtu si askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, t'i jap jetën e vet për miqtë e tij. Kjo është dashuria më e madhe, motra dhe vëllezër, që na thot Zoti, t'i japim gjithçka, motra dhe vëllezër, aleluja,
për të bërë vullnetin e Perëndis. Sepse na ka dhënë një emër shumë të madh sot. Një emër të veçantë, halleluja, bij të Perëndis. Biri i Perëndis nuk mund ta ketë këtë emër gjithkush, jo të gjithë që më presin Zot, Zot, do hyjnë në mbretërinë e Perëndis. Bijtë e Perëndis janë ata që ecin sipas vullnetit të Perëndis. Amin. Zoti ta rrekoltë fjalën.